Si i kalonte Imam Kadhimi kohët e burgimit? Prezenca e Imam Kadhimit, paqja qoftë mbi të, ishte ushqyese e shpirtit të revolucionit dhe kundërshtimit të padrejtësisë. Imam Kadhimi, paqja qoftë mbi të, kundërshtoi çdo ndërmjetësim tek udhëheqësit për ta nxjerrë nga burgu apo të strehohet në çdo qëndrim që ishte dobësim për shpirtin revolucionar të ummetit. Po ashtu, kundërshtoi që të dërgoi personalitete tek Haruni Rashid dhe i tha disa prej atyre që i kërkuan atij të bëjë ndërmjetësim tek Haruni Rashid për ta liruar nga burgu. Babai im më ka transmetuar nga baballarët e tij se Allahu i madhëruar i tha Daudit, paqja qoftë mbi të: O Daud, ai rob prej robëve të mi që nuk më mbështet mua, por njërit prej krijesave të mia, dhe kur e marr vesh këtë gjë të tij, unë do t'i ndërpres atij mirësitë e qiellit dhe do ta çaj tokën në të. Me këtë përgjigje të prerë, Imami e forcoi më tepër përqendrimin e tij dhe besimin tek Zoti i tij. Kur Rashidi ndjeu se shpirti i rezistencës së patundshme të cilën e filloi Imami, paqja qoftë mbi të, në burg, nisi të marrë rrugën e saj në vetat e njerëzve, dhe qëndrimi i tij filloi të reagojë në kuptimin dhe ndjenjat e ummetit. Për këtë ai u friksua që ky kuptim të rritej dhe ato ndjenja të zgjeroheshin më tepër dhe të shndroheshin në revolucion.